Në spitalin e përgjithshëm të Pejës, pozitat udhëhece po mbushen me militantë të vetëvendosjes. Në konkursin publik të 21 korriku të këtij viti, disa prej të punësuarve rezultojnë figura aktive të lëvizjes vetëvendosje apo të lidhur me këtë parti. Ata po marrin pjesë aktivisht në përkraje të kandidatit të vetëvendosjes për kryetar të Pejës, Taulant Kelmendi. Bujar Agusholli është emëruar drejtor për infermieri në këtë spital. Ai ka qenë asamblest i Kuvendit Komunal të Pejës nga radhat e vetëvendosjes në vitin 2021, ndërsa është rizgjedhur përsëri në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Agusholli është antar i lëvizjes vetëvendosje që nga viti 2019. I kontaktuar nga Vox Kosova lidhur me punësimin e tij, pasi dëgjoi pyetjen, refuzoi të përgjigjej dhe pastaj e ndali telefonin. A ka ndiku lidhjet tuaja me vetëvendosjen? Nga i njëjti konkurs, si drejtori i administratës dhe shërbimeve të përbashkëta është punësuar edhe Donis Haxhia. Ai është antarësuar në vetëvendosje në vitin 2017. Në vitin 2021 ka qenë kandidat për asamblesë nga vetëvendosja. Një vit më vonë ishte zgjedhur antar i kryesisë. Në gusht të vitit 2025, në rrjetet sociale ati referohen si sekretar, por ai thot se ka qenë ushtrues detyre i sekretarit dhe se aktualisht nuk mban ndonjë pozitë, ndonse vazhdimisht shfaqet me kandidatin për kryetar. Jo, kam qenë ushtrues detyre i sekretarit dhe nuk ka ndikuar sepse ka qenë konkurs i jashtëm, nuk ka plotësuar gjitha kërkesat, gjitha kriteret. Edhe kom gjetur procedurat ligjore, kështu që nuk besoj që ka pasur impakt. Një tjetër që është punësuare që pozon në rrjetet sociale me kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të Pejës është Shefqet Kryeziu. Ai është punësuar si shef i shërbimit teknik në spitalin e Pejës. Kryeziu nuk i është përgjigjur thirrjeve e mesazheve të redaksisë. Për të siguruar që militantët e partisë do të punësohen, edhe në komisionin përgjithës u vendosën pjesëtar të partisë. Nezhde Shala dhe Selman Kelmendi, të dy kandidatë të vetëvendosjes për asamblesë në zgjedhjet e 12 tetorit, u përkujdesën për këtë punë. Nuk përfundon me kaq. Si u lidhse për punësimin e militantëve të vetëvendosjes është edhe vetë-drejtori i spitalit Fari Hasani. Ai është antar i vetëvendosjes që nga qershori 2020-s. Prezantimin e tij e kishte bërë Albin Kurti. Hasani edhe tani është aktiv në vetëvendosje ku merr pjesë në takimet që i organizon kandidati për kryetar të Pejës nga radhët e kësaj partie. Drejtori nuk është përgjigjur në thirrjet dhe mesazhet e redaksisë, por nga spitali i Pejës kanë thënë për Vox Kosova se drejtori Hasani apo ndonjë punëtor tjetër i këtij institucioni nuk ka pasur ndikim në procesin e përzgjedhjes apo punësimit. Në qeverinë e vetëvendosjes, për të punësuar në një institucion publik, nuk është kusht përgatitja apo kriteret e konkursit, por libreza e partisë. Ata që dikur si opozitar premtonin luftimin e nepotizmit si pushtetar, këtë fenomen e kanë bërë normë qeverisëse.